Sipas statistikave të pagave për tremujorin e fundit të vitit 2024, mund të themi se paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë në vitin 2024 arriti në rreth 77.000 lekë. Krahasuar me vitin 2023, rritja vjetore vlerësohet në gati 10%. Kjo rritje duket se udhëhiqet nga sektori shtetëror, i cili regjistron një pagë mesatare mujore prej 92.000 lekësh për vitin 2024, me një rritje prej 12.4%. Ndërkohë nga ana tjetër shifrat flasin për rreth 71.000 lekë pagë në sektorin privat me një rritje prej 8.5%. Parashojmë se në terma mesatar paga mujore në këtë sektor është ndjeshëm e ulët në raport me sektorin publik, pavarësisht nxitjes nga mungesa e fuqisë punëtore, e ndeku vazhdon të mbetet. Të dhënat zyrtare të publikuara nga Instat tregojnë se paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë gjatë tremujorit të fundit të vitit 2024 arriti në rreth 83.000 lekë, ose 11.2% më lart se në të njëjtën periudhë të vitit 2023. Krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit kaluar, gjatë tremujorit të katërt, paga mesatare bruto për grup aktiviteti ndërtim ka rritjen më të madhe me 14.9%, pasuar nga administrata publike me 14.7%.